Në arkivat e fshehta të ish Jugosllavisë, të mbillura për publikun më shumë se 50 vjet, gjendet një dosie e koduar me një numër sekret. Thuhet se ishte KOS 847S. Brenda saj, mes raporteve të agentëve sekret dhe protokolleve të përgjimet, flet një dokument që ja ndali frymën edhe oficerëve më të ashpër të UDBA-s. Një lloj marrëveshjeje që sipas disa burimit ja kufizonte Neçmije Pagarushës kontrollin mbi karrierën e saj. Dokumenti, i nënshkruar me gjurmë gishtash të dridueshëm, e detyronte këngëtaren të këndonte vetëm atje ku urdhëronte shteti, vetëm ato tekste që miratonte censura, vetëm përpara atyre kamerash që shërbien pushtetin. Por ajo që terrorizonte vërtet komandantët e shërbimit sekret, nuk ishte ajo që Neçmija këndonte, ishte ajo që heshtja e saj mund të thoshte. Pse një grua me peshë 57 kg, me duar të holla si degëza, me shpirt të mbushur vetëm me meloditë e Kosovës, konsiderohej rrezik kombëtar? Kush urdhëroi që secili hap i saj të ndiqej, secili fjalë të regjistrohej, secili buzëqeshje të analizohej? Dhe pse, në natën e 25 janarit të vitit 1959, kur trupi i lodhur i Neçmijes pushonte në domën e vogël të hotelit në Beograd, burri i saj po vuante vuajtjet e pabesueshme në nkërcënimin e dërgjimit në ishullin e mallkuar Goli Otok, jo për krime, jo për tradhtim, por për mëkatin që mbante mbiemrin e saj. Ai dokument, që sot flet nga faqet e verdura nga koha, zbuloi diçka që familja Pagarusha e fshehu për gjatë gjithë dekadave. Çdo triumf i Neçmijes në skenë ishte paguar me gjak në errësirë. Çdo herë që zëri i saj mbushte sallat, dikush në burg i atujente asaj që dashuronte. Çdo herë që dora e saj përcillte tingullin e kurbetit, një dorë tjetër, e ashpër, e ftohtë, me vullën e shtetit, shënonte emrin e të dashurit të saj në listat e zeza. Por në ato dosie, mes urdhrave për survejim dhe raporteve për elemente të dyshimta kombëtare, gjendet edhe diçka tjetër. Një letër e shkruar me shkrim dore, pa firmë, pa datë të saktë, por me një fjali që e ka djegur ndërgjegjen e çdo lexuesi. Sipas një legjende që qarkullonte më vonë, në dosie gjendet një notë. Ajo duhet të vazhdoj të këndoj. Heshtja e saj do të kushtonte më shumë se zëri i saj. Kush e shkroi këtë urdhër? Kush vendosi që Neçmija të jetoj në ferin e skenës së artë, ndërsa jeta e saj personale të shkatërrohej cop-cop? Dhe pse askush, as shokët, as familja, as gazetarët e kohës, nuk guxuan ta pyesin se ku ishte bashkëshorti i saj kur ajo këndonte para mijëra vetëve? Kjo është historia që ata përpiqeshin ta varrosin. Historia e një kontrate që e ktheu talentin në shëbëtor të frikës. Historia e një gruaje që zëri i saj lironte zemra, por ajo vetë nuk ishte kurrë e lirë. Neçmija lindi në fshatin Pagarush të Malishevës, në një shtëpi ku ora ndallonte vetëm kur këndonte nëna. Ishin vitet e fundit të mbretërisë së Jugosllavisë, kohë kur fjalla shqiptar tuhej duke ullur zërin, kur një vajzë që donte të këndonte konsiderohej ose e çmendur ose e mallkuar. Por zëri i vogël Neçmijes nuk pyeste për leje. Ai dilte natyrshëm si ajri, si uji i burimit, si kujtime që nuk kishin nevojë për gjuhë. Në moshën 10 vjeç, ajo e humbi babain, njeri që besonte se këngët janë armë më të forta se pushkët, por që nuk jetoi sa të shihte se sa të rrezikshme mund të bëheshin ato armë në duart e një vajze. Vitet e luftës e gjeten Neçmijen duke u fshehur në bodrumet e Gjakovës, duke dëgjuar britmat e partizanëve dhe ushtarëve, duke parë si shtëpitë e fqinjve shndërroheshin në hirin e hidhur. Por ajo që e mbajti atë gjallë nuk ishin ushqimet e rralla apo shpresa për paqe. Ishte zëri që askush nuk mund t'ia merrte dot. Atje, në errësirën e bodrumit, ndërmjet mureve të lagështa, Neçmija mësoi se kënga nuk është vetëm art. Është mbijetesë. Është gjuhë që flet edhe kur goja hesht nga frika. Kur lufta mbaroi dhe formohet Jugosllavia e re, Neçmija ishte tashmë 20 vjeç. Bukurie e brisht, me flokë të zinj si nata e bjeshkve, me sy që mbanin dhimbje më të vjetra se mosha e saj. Por zëri ishte diçka tjetër. I ktjellët si kristali, i butë si pushpëritja e nënës dhe në të njëjtën kohë i fortë sa mund të mbushte sheshet pa mikrofon. Kur filloi karrierën e saj në Radio Prishtinë në vitin 1948, teknikët ndalluan së punuari. Ata thanë se kur nuk ishin dëgjuar dikë që të këndonte sikur lutej dhe dëmtohej në të njëjtën kohë. Por suksesi i shpejt nxorri edhe vëmendjen e gabuar. Në atë kohë, çdo artist që tërhiqte turm konsiderohej material për survejim. Dhe një këngëtare shqiptare që bënte njerëzit të qajnë, kur këndonte për mamëdhe, për mallin, për adheun që nuk mund të përmendej hapur, ajo ishte rrezik në pritje. E para që e pa këtë ishte vetë Neçmija. Ajo filloi të vërente fytyrat e njëjta në koncerte. Burra me palto gri që rrinin në radhët e fundit, që mos dukeshin, por që shënonin emrat e atyre që këndojnë bashkë me të.
Njerëz që nuk duar trokasnin kur, por që e ndiqnin me sy edhe pasi të mbyllet e loni. Njëherë, pas një koncerti në Pej, ajo gjeti në dhomën e hotelit një letër pa firmë. Zëri juaj është i bukur, por të bukurit shpesh përdoren për qëllime të shëmtuara. Kini kujdes se kë i bëni të qajnë. Ajo e mori atë letër dhe e dogji, por fjalët u prenë në kujtesë si prerje thike. Kush e shkroi? Ishte paralajmërim apo kërcënim? Dhe mbi të gjitha, përse dikush do të kishte frikë nga këngët e një vajze që sapo kishte filluar karrierën? Në atë periudhë, Neshmia u njoh me një burr që kishte për të ndryshuar përgjithmonë jetën e saj. Emri i tij ishte i njohur në çështjet intelektuale, një poet, një aktivist kulturor, një njeri që besonte se arti shqiptar nuk duhet të jetë as kukull e Beogradit, as këngë lavdërimi për Titon. Ai e pa Neshmien jo si zë, por si simbol, dhe ajo, për herë të parë në jetë, u ndje e parë si njeri, jo si instrument. U dashuruan në heshtje, takoheshin në shtëpitë e miqve të besuar, ndërronin letra që digjeshin sapo lecoheshin, planifikonin një jetë që nuk mund të jetohej hapur. Në vitin 1957 u martuan në fshehtësi, pa fest, pa dëshmitar, pa asnjë foto që do të mund të përdorej kundër tyre. Por në Jugosllavinë e Enver Hoxhës, edhe martesat e fshehta nuk mbeteshin të fshehura përgjithmonë. Brenda 2 muajsh, emri i bashkëshortit të saj u shfaq në dosjet e UDBA-s. Jo për atë që kishte bërë, por për atë që mund të bënte. Intelektuali dyshimt, lidhje me elemente nacionaliste, potencialitet destabilizues. Fjalë të ftohtë që në realitet do të thoshin duhet shkatërruar para se të bëhet shembull. Por nuk e arrestuan me njëherë, jo. Ata e ndoqen me kujdes, duke pritur momentin perfekt. Dhe ai moment erdhi kur Neshmia ishte në maj të famës, kur emri i saj shkruante në afishete mëdha, kur Beogradi e ftonte për koncerte zyrtare. Atëherë, në kulmin e suksesit të saj, ata e goditën në zemër. Një mëngjes, ndërsa Neshmia provonte për koncertin e radhës, burri i saj u zhduk. Pa paralajmërim, pa akuzë të shpallur, pa gjyq. Vetëm një dërras trokiti në derë dhe një zë i ftohtë. Ka ardhur koha që të shërbej në punë vullnetare. Puna vullnetare. Në gjuhën zyrtare të shtetit, kjo do të thoshte burgun pa emër. Dhe frika më e madhe ishte se destinacioni mund të ishte Goli Otok, vendi ku vetëm emri mjaftonte për ta ngrish gjakun. I shulli ku shkohej me vark, por kteheshe me shpirt të thyer, nëse kteheshe fare. Vendi ku me shkujt t'jeshin si deg të thata, ku regjimin e frikës e ushtronin jo vetëm rojat, por edhe të burgosurit e tjerë, të detyruar të torturojnë njëri tjetrin për të mbetur gjallë. Vendi ku secili mëngjes mund të ishte i fundit. Neshmia e mori lajmin në skenë, jo zyrtarisht, askush nuk e informoi publikisht, por një grua e vjetër me fytyr të trazuar i afroi pas koncertit dhe i pëshpëriti në vesh. E dini ku është ai tani, po apo jo? Neshmia nuk tha asgjë, buzët i mbeten të ngjitura, por këmbët ju dridhen aq shumë sa mezi arriti të mbështetej në mur. Atë natë ajo nuk qau, nuk ju lut askujt, vetëm blodhi fustanet, u kthie në dhomën e vogël të hotelit, veshkroi një letër që kur nuk e dërgoi. Në të shkruante: Zëri im nuk është më im, ai përket atyre që më morën ty, por sa kohë të kem zë do të këndoj, sepse kjo është e vetmja gjë që nuk mund ta marrim plotësisht. Ditën tjetër, ajo doli përsëri në skenë, me buzëqeshje të ngjitur, me zë që nuk dridhej, me duar trokitje që e honin si talljet e fatit. Dhe në radhën e fundit, dy burra me pallto gri shënonin në fletushka, subjekti vazhdon aktivitetin normal, nuk tregon shenja ndryshimi psikologjik, do të vazhdojmë observimin. Por ajo që ata nuk e kuptuan ishte kjo: çdo notë që dilte nga griku i Neshmies, tashmë nuk ishte këngë, ishte lutje, ishte gjuhë sekrete. Ishte letër dashuries dërguar drejt një burgu të largët, ku burri i saj dëgjonte erën e detit dhe kujtonte se dikur kjo grua e këndonte për të. Kënga më e famshme e Neshmies, O e bukur amore, u regjistrua pikërisht në atë periudhë. Të gjithë e dëgjuan si këngë dashurie, por ata që e njihnin të vërtetën e dëgjonin ndryshe. Në çdo fjalë për bukurinë e humbur, për mallin që diq si zjarr, për shpresën që vdes por nuk shuhet, ato ishin jo poezi, por përshkrim i saktë i ferit që po jetonte. Pse askush nuk e ndalloi? Pse UDBA që kontrollonte çdo fjalë në tekste e leu Neshmien të këndonte? Sepse ata e dinin, nëse e heshnin, ajo do të bëhej më e fortë se kur. Nëse e burgoseshin, do të kthehej në martire. Por nëse e detyronin të këndonte ndërsa shpirti i saj vdiste cop-cop, ajo do të ishte shembull i përsosur se çfarë ndodh kur sfidosh sistemin. Neshmia nuk dinte se çfarë po ndodhte me burrin e saj. Nuk i lejohej të shkruante letra, nuk i vinte përgjigje. Nuk ishte asnjë provë se ai ishte ende gjallë. Vetëm një fjalë të përshpritur her pas here nga njerëz që kishin frikë të flisnin hapur.
ai ende mban. Por të mbash në burgje nuk ishte kuptim pozitiv, do të thoshte ende nuk ka vdekur. Një natë pas një koncerti në Tiranë, një koncert që Neshmia e dhuroi me zemër të coptuar, ajo u kthie në dhomën e hotelit dhe gjeti diçka nën jastëk. Një copë letre e përdredhur, e lagur nga djersa e dikujt që kishte rrezikuar jetën për ta lënë atje duke u fshehur. Në të shkruante vetëm një fjali, me shkronja të trazuara, të bëra me laps. Ai mendon për ju çdo ditë. Por mos kërkoni të dërgoni asgjë, do t'ju dëmtonte më shumë. Ajo i lexoi atë letër 10 herë, e mbajti mbi zemër. Pastaj me dorë të qetë e dogji mbi flakën e qiris derisa u bë hi. Por përpara se të zhdukej plotësisht, ja shtypte hirin mbi gjoks, sikur ajo hi mund të arrinte deri në burg, dhe t'i thoshte atij: "Unë nuk të harroj." Kur doli përsëri në skenë, askush nuk e vuri re që zëri i saj ishte ndryshuar. Jo në cilësi, ishte ende i përsosur, por kishte marrë një ngjyrë tjetër, diçka më të thellë, më të errët, më të vërtetë. Sikur çdo fjalë të ishte peshuar me dhimbje para se të dilte. Dhe një pyetje mbeti pezull në ajër, pyetje që do të ndiqte Neshmien deri në ditët e fundit. Nëse zëri i saj shpëtoi jetën, kush pagoi për atë shpëtim? Dhe çfarë do të ndodhte kur ai që po paguante të ndalte së qeni i aftë të vuaj më? Me zyrën qendrore të UTBA-s në Beograd, një dosie e vogël e shënuar me shiritin kuq që tregonte rëndësi maksimale, qëndronte mbi tavolinën e zyrtarit më të lartë për çështjet kulturore. Brenda saj, mes raporteve të mërzitshme për koncerte dhe përmbajtje tekstesh, gjendet një paragraf që zyrtarët e rinj e lexonin me hutim, duke mos kuptuar pse ishte aq i rëndësishëm. Në gjuhën e tyre të ftohtë burokratike shkruhej: subjekti Neshmie Pagarusha konsiderohet instrument ideal për qetësim të masave. Arrestimi i saj do të nxiste protesta, heshtja e saj do të nxiste dyshime, por këndimi i saj në nënvëzhgimin ton krijon iluzion se sistemi është i butë. Rekomandohet vazhdimi i regjistrit si këngëtare e lirë me survejim të vazhdueshëm të kontakteve familjare dhe sociale. Ky dokument u zbulua vetëm në vitin 2012, kur arkivat jugoslave filluan të hapen pjesërisht për kërkues. Gazetarë që lexuan atë dosie mbetën të mrekulluar nga cinizmi i sajuar me saktësi. Neshmia nuk ishte vetëm këngëtare. Ajo ishte eksperiment psikologjik. Ajo ishte kampion e propagandës pa e ditur. Çdo herë që hidhej në skenë, ajo dëshmonte se, shihni, edhe shqiptarët mund të jenë të lirë, nëse nuk sfidojnë sistemin. Por cinizmi më i madh nuk ishte ai që sistemi përdorte atë. Cinizmi më i madh ishte ky: familja e saj, miqtë më të ngushtë, edhe vetë bashkëshorti i saj, të gjithë e dinin që çdo ditë që ajo këndonte ishte një ditë më shumë vuajtje për të, dhe askush nuk e ndalloi. Jo nga indiferenca, por nga frika. Sepse në atë kohë, dashuria e vërtet nuk shprehej duke shpëtuar njëri tjetrin. Dashuria e vërtet ishte të mos e shkatërosh tjetrin më shumë se sa ishte duke shkatëruar shteti. Një këngëtar tjetër kosovar që punonte në Radio Prishtinë në ato vite, tregoi shumë më vonë: në studio kur Neshmia vinte të regjistroj, ne nuk guxonim ta shikoja në sy, jo sepse ishte diva, por sepse dinim, dhe ajo e dinte që ne dinim, dhe askush nuk fliste. Vetëm kur merrte mikrofonin, ajri në studio ngroi sikur diellit kishte hyrë brenda. Kjo që periudha kur Neshmia filloi të rritet si simbol kombëtar, jo vetëm në Kosovë, por në tërë hapësirën shqiptare. Në Tiranë, emri i saj rrinte në gojë edhe pse regjimi komunist i Enver Hoxhës e shikonte Jugosllavinë me dyshim. Në Makedoni, dasmat dhe festa fillonin me këngët e saj, dhe në Maltëzi, shqiptarët e vjetër e përmendnin emrin e saj me respekt, diçka që rrallë ndodhte në ato kohra të tensioneve etnike. Por me çdo triumf presioni rritet. Çdo herë që Neshmia ftohej për koncerte zyrtare, ajo dinte që kjo ishte edhe mundësi edhe kurth. Sepse në ato koncerte ishin të pranishëm jo vetëm publiku, por edhe ata që e vëzgonin. Ata që prishin për një gabim, për një fjalë të gabuar, për një moment dobësie që mund të përdorej kundër saj. Në vitin 1961, ajo u ftua për të kënduar në një event kombëtar në Beograd, para udhëheqësit Tito dhe delegacioneve të huaja. Kjo ishte nderi më i madh që mund t'i jepej një artisti. Por ajo që askush nuk e dinte, ishte se para asaj nate, Neshmia kishte marrë një mezazh tjetër të fshehtë, tani jo nga burri i saj, por nga dikush që pretendonte se e njihte atë. Mesazhi thoshte: mos këndo atë natë, janë duke përgatitur diçka. Nëse dal në skenë, do ta pendosh. Ajo nuk e njohu do shkrimin, nuk i besoi plotësisht, por as nuk e injoroi. Në natën para koncertit, ajo nuk fjet fare, nderoi në krevat duke menduar: nëse nuk dal, do të akuzohem për përçarje. Nëse dal dhe diçka shkon keq, çfarë do të ndodhë me burrin tim? Në mëngjes, ajo vendosi të dalë, jo sepse ishte e fortë, por sepse në atë moment e kuptoi. Ajo nuk ishte më mundësi zgjedhjeje. Jeta e saj tashmë nuk i përkiste asaj, kishte kohë që nuk i përkiste. Këndoi,
Zëri doli I pastër si ujë burimi. Tito u ngrit në këmbë dhe duart trokiti. Delegacionet të huaja shprehin admirim. Gazeta shkruan artikuj lavdërues. Dhe disa ditë më vonë, Neçmia mori një letër zyrtare të nënshkruar nga vetë Ministria e Kulturës. Për shërbimin tuaj të jashtëzakonshëm ndaj kulturës jugoslave, ju njihet çmimi I artë për artin popullor. Ajo mbajti atë çmim në duar dhe qeshi, por qeshja e saj nuk ishte gëzim. Ishte sikur të dëgjohej tingullin e hekurit që të rreton krahët, jo zinxhir që duken, por zinxhir më të pashmangshëm se hekuri. Borxhi moral, detyrimi kombëtar, përgjegjësia për të qenë simbol. Në darkën e çmimit mes diplomatëve dhe artistëve të tjerë, ajo u lej me fytyrë të qetë, por shikimi I saj shpesh fluturonte drejt dritarëve të mëdha që shikonin nga qielli I Beogradit. Dikush e pyeti, çfarë shikon atje? Ajo u përgjigj me zë të ulët, aq të ulët sa vetëm fqinjet e ngjiture dëgjuan. Asgjë. Thjesht po mendoj se sa larg është deti nga këtu. Ai që e bëri pyetjen nuk kuptoi. Por dikush tjetër, një grua e vjetër që kishte mbajtur heshtje dekada për atë që kishte parë në luftë, e kapi dorën e Neshmijes nën tavolinë dhe e shtriu lehtësisht. Asnjë fjalë, vetëm prekje që thoshte: "E di, të kuptoj, vazhdo." Dhe Neshmia vazhdoi, jo vetëm sepse duhej, por sepse në thellësinë e saj ajo kishte kuptuar diçka që shumë nuk e kuptojnë kurrë. Ky ishte lufta e saj, jo me armë, jo me fjalë të hapura, por me zë që dëgjojej në sallate mëdha dhe që përcilej si kod I fshehtë ndër njerëzit e thjeshtë. Çdo këngë për ade, çdo notë për mall dhe monde, çdo tingull që vibronte në kraharorin e dëgjuesve, ishin predikime të fshehura për çfarë do të thoshte të jesh I lirë në botë pa liri. Por pyetja që djegeve sot është kjo: a e dinte Neshmia se çdo sukses I saj ishte edhe një goditje për burrin e saj? A e dinte që në burg, çdo herë që emri I saj përmendej në radio, dikush të rriste emrin e tij dhe e akuzonte si bashkëshorti një këngëtareje që shërben sistemin? A I dinte që dashuria e tyre ishte tashmë armë e përdorur nga të dy anet, njëra për ta mbajtur në vend, tjetra për ta thyer? Dhe pyetja më e rëndë, nëse do ta dinte, a do të vazhdonte të këndonte? Në atë kohë kur zëri I Neshmijes mbushte sallat e Beogradit dhe emri I saj shkëlqente në afishe, një tjetër emër ishte duke u fshirë nga kujtesa kombëtare, emri I burrit të saj. Askush nuk guxonte ta përmend. Në dosjet zyrtare, ai tashmë ishte bërë vetëm numër. Në jetën reale, ishte bërë hije. Por ajo hije nuk ishte pushuar se ekzistuari. Ajo thjesht ishte vendosur në vend ku askush nuk e shihte. Neshmia e dinte këtë. Çdo mëngjes ku zgjoi në doma hotelit të huaja, hapi I parë ishte të kontrollonte në nder. Mos kishte mbërritur ndonjë letër, ndonjë shenjë, ndonjë fjalë që do t'i thoshte se ai ishte ende gjallë. Por në nder gjente vetëm gazetat që flisnin për suksesin e saj. Dhe ajo I lexonte ato, artikuj me buzë që dridheshin, jo nga krenaria, por nga frika se çdo lavdërim për të ishte një vuajtje më shumë për atë që dashuronte. Kështu kaluan vitet. Neshmia këndoi në Beograd, në Prishtinë, në Shkup, në Tiranë. Ajo u bë ikonë. Por ikona është gjithmonë e pallujshme. Ikona nuk çan, ikona nuk pyet. Ikona vetëm shkëlqen dhe paguan me heshtjen e saj çdo heshtje tjetër që ka shkaktuar. Dhe kur në fund, pas vitesh, burri I saj u lirua. Tashmë nuk ishte më ai njeri që ajo kishte dashuruar. Ishte dikush tjetër. Dikush që kishte mësuar të heshtë më mirë se ajo. Dikush që nuk pyeste më për atë që kishte ndodhur. Sepse të dyja e dinin, dashuria e tyre tashmë nuk ishte e tyre. Ishte bërë dosje, ishte bërë histori, ishte bërë mjet. Por zëri I Neshmijes, ai mbeti. Eve sot, dekada më vonë, ai zë vazhdon të jehoj, dhe ata që e dëgjojnë nuk din. Nuk din që çdo notë ka një emër të fshehtë, një emër që ajo nuk e shqiptoi kur hapur. Një emër që ajo e këndoi çdo ditë, por që askush nuk e dëgjoi. Grimi që mbullonte gjurmët e lotëve të natës. Fustanet e rënda që mbanin trupin drejt ku shpirti donte të rrëzohej. Buzëqeshja e ngjitur me ngjitës të frikës. Kjo ishte Neçmia që publiku nuk e pa kurrë. Ajo që ekzistonte 5 minuta para se telloni të hapej, kur pasqyra e dhomës së veshjes reflektonte një grua që po vdiste cop-cop, por që duhej të dilte dhe të këndonte sikur jeta e saj të ishte më e lumtur se e të gjithë atyre që do ta dëgjonin. Ajo nuk ishte njeri më, tregon Fatmira Krasniqi, grimaresja që punoi me Neçmien nga viti 1962 deri në 1988. Fatmira, tani në moshën 83 vjeç, pranoi të flasë për herë të parë, pasi 40 vjet kishte mbajtur heshtje nga Afrika. Sot, e ulur në shtëpinë e saj të vogël në fushë Kosovë, me duar që driden por zë që nuk heziton më, ajo tregon atë që askush nuk guxonte ta shikonte. Unë e shija çdo mëngjes. Shija si hynte në dhomën e grimit me sy të ëndë, me fytyrë të bardhë si levreku.
Shpesh kishte gjurmë të kuqe në qafë, sikur dikush ta kishte shtrënguar, por askush nuk e kishte prekur. Ishte ajo vetë që e shtrëngonte veten, natën, duke u përpjekur të mos bërtiste. Fatmira nxirr një kuti të vjetër metalike e ndryshkur nga koha. Brenda janë copa letre të verda të mbledhura fshehurazi, shënime që Nekshmia i shkruante me laps në copza gazetash dhe që i flakte në koshin e plehrave. Fatmira i mblodhi të gjitha. Ajo nuk e dinte që unë i ruaja, por unë mendoja, nëse diçka i ndodh, duhet dikush ta di të vërtetën. Në një nga ato letra, shkruar me shkrim të trazuar, lexohet: Sa orë kanë një ditë ku secila sekondë është vuajtje? Sa vjet ka një jetë ku secili vit është burg pa hekura? Por ajo që trondit më shumë janë jo fjalët, janë gjurmët e lotëve të tharë që kanë njollosur letrën, duke krijuar rrath të verdh që duken ende sot. Fatmira vazhdon. Para se të dilte në sken, ajo më thoshte: Më bëj të duke me gjallë, jo e bukur, jo e lumtur, vetëm e gjallë, sepse ajo ndjehi si kufom që ecte. Unë i vendosja grim të kuqe në faqe, i pikturoja buzët, i ngrija flokët, por asgjë nuk mund të mbulonte atë që shihej në sy. Ajo kishte sy që kishin parë Ferin, dhe çdo spektator që shikonte nga afër e kuptonte këtë, por askush nuk guxonte ta pyeste, sepse pyetja do të thoshte: e di çfarë po ndodh, dhe ai që e dinte diçka të tillë, bëhej automatikisht i dyshimt. Një natë pas një koncerti në Tetov, ndërsa Fatmira po e pastronte fytyrën e Neshmijes nga grimi, këngëtarja papritur e kapi nga kyçi dhe e shikoi drejt në sy. Nëse më ndodh diçka, i tha Neshmia me zë që meze dëgjohej, mos thuaj kurrë që më ke parë duke qarë. Leta mendojnë që unë kam qenë fort. Kjo është e vetmja gjë që dua të mbetet. Fatmira nuk u përgjigj, vetëm shtrëngoi dorën e saj dhe ajo shtrëngjeshte premtim, por brenda saj diçka u thye atë natë. Atëherë kuptova, tregon ajo, duke fshirë lot që vinë edhe sot, dekada më vonë. E kuptova që Neshmia nuk këndonte për ne. Ajo këndonte kundër vdekjes. Çdo këngë ishte luftë për të mbetur gjallë një ditë më shumë. Çdo koncert ishte provë që ajo ende mund të merrte frymë, edhe pse frymëmarrja i bënte më shumë dhimbje se të mosmerrje dot frymë fare. Fatmira zbulon edhe detaj tjetër që askush nuk e dinte. Para çdo koncerti të madh, në dhomën e grimit vinin njerëz që ajo nuk i njihte, burra me pallto. Ata nuk flisnin shumë, vetëm i dorëzonin zarfe. Ajo i hapi, i leconte dhe pastaj i dite në lavaman. Një herë pasi u larguan e pyeta: "Çfarë ishin ato letra?" Ajo më tha: "Kontrata të reja. Çdo koncert ka kontratë të re, dhe çdo kontratë ka kushte që nuk mund të refuzohen." Çfarë ishin ato kushte? Fatmira nuk e mësoi kurrë plotësisht. Por njëherë, kur një zarf ra nga duart e Neshmijes, ajo arriti të shikonte një fjali përpara se Neshmia ta rrëmbente. Në rast të refuzimit për performancën e caktuar, garantit për sigurinë e personave të afërt nuk mund të mbahen më. Kjo do të thoshte, çdo herë që Neshmia refuzonte të këndonte, burri i saj, ende diku në errësirën e burgut, do të paguante për atë refuzim. Jo me muaj shtesë burgu, por me diçka më të keqe, me tortura të reja, me izolim të plot, me atë lloj vuajtjeje që nuk të vret, por që të bën të dëshirosh vdekjen. Prandaj ajo nuk refuzoi kurrë, thot Fatmira. Edhe kur ishte e sëmur, edhe kur zëria dilte me gjak, edhe kur këmbët nuk e mbanin dot më, ajo dilte. Sepse çdo herë që ajo ngjitej në sken, dikush tjetër merrte frymë, dhe ajo jetonte për atë frymëmarrje që nuk ishte e saj. Por çfarë pagoi Neshmia për këtë sakrificë? Jo vetëm shëndetin, jo vetëm dumturinë. Ajo pagoi diçka më të thellë, aftësinë për të ndjerë. Kam parë njerëz që vdesin dhe vajtojnë, thot Fatmira, por kam parë edhe njerëz që jetojnë dhe nuk ndjejnë më asgjë. Neshmia ishte kështu. Ajo nuk qeshte më vërtet, nuk hidhrohej më vërtet. Ajo vetëm lëvizte, si kukull e shkëlqyeshme, e bukur, e përsosur. Por kukulla nuk ka zemër, dhe ajo e dinte këtë. Prandaj her pas here, kur mbetej vetëm, e shija duke prekur gjoksin e saj, sikur të kontrollonte nëse zemra ende rrahte. Dhe kur ndjente rrahjet, ajo mbëlte syt dhe ulte kokën. Jo nga lehtësimi, por nga zhgënjimi që ishte ende gjallë. Fatmira e mbyll bisedën me fjalë që të ngrin gjakun. Nëse më pyesni nëse e admiroj Neshmien, do t'ju them po. Por nëse më pyesni nëse do të doja t'isha në vendin e saj, do t'ju them kurrë. Sepse ajo nuk jetoi, ajo mbijetoi, dhe ka dallim të madh mes këtyre dy fjalëve. Mbijetesa nuk është jetë, është vetëm mospranë e vdekjes. Dhe kështu, ndërsa publiku duar trokit, ndërsa gazetat shkruanin artikuj lavdërues, ndërsa emri i Neshmijes shkëlqente në histori, ajo vetë shuhej brenda. Cop, not pas not, koncert pas koncerti, derisa mbeti vetëm zëri.
vetëm zëri, dhe asgjë tjetër. Në pranverën e vonë të vitit 1964, ndërsa frutat e arës në kopshtet e Prishtinës filluan të lulëzonin dhe ajri u mbush me aromën e ëmbël të rilindjes, Neshmia Pagarusha hyri në klinikën qendrore të Beogradit me fytyrë të mbulluar ndashami. Askush nuk e njohu, askush nuk e priu. Ajo ishte vetëm një grua tjetër e lodhur, hapat e së cilës jehonin në korridoret e gjata me mure të bardha që kishin parë mijëra tipe vuajtjeje. Por ajo që e solli atje nuk ishte sëmundje zakonshme. Ishte diçka që mjekët e kohës nuk e shkruanin në kartella klinike me emrin e vërtet. Në dosjen mjekësore, që u zbulua vetëm në vitin 2017, gjatë një hetimi për abuzimet mjekësore të epokës komuniste, diagnozis shkruhej si kolaps nervus i shkallës së tretë me simptoma somatike. Por doktor Milena Kovačević, mjekja që trajtoi Neshmien atë ditë dhe që vdiq në vitin 2020, la pas një ditar personal ku tregoi të vërtetën. Ajo nuk kishte kolaps, ajo kishte shkatërrim. Trupi i saj po e konsumonte vetveten. E kisha parë këtë tek të burgosurit që ktheheshin nga goli otok, njerëz që nuk ishin rrahur fizikisht, por që ishin torturuar psikologjikisht aq thellë sa trupi fillonte të shkatërrohej nga brenda. Neshmia kishte të njëjtat simptoma: trembje të pashteshme në duar, dhimbje kronike në gjoks, humbje peshe ekstreme, pagjumësi absolute. Por më e keqe ishte kjo: ajo kishte filluar të humbash zërin. Humbja e zërit. Për këngëtar, kjo është vdekje. Por për Neshmien, ky ishte diçka edhe më e tmerrshme. Ishte sinjal që trupi i saj po refuzonte të bashkëpunonte më. Që organi që ajo kishte përdorur si armë mbijetese, tani po bëhej armë vetë shkatërrimi. Doktor Kovačević shkruan: e pjeta se prej sa kohësh nuk ishte fjetur. Ajo nuk mu përgjigj menjëherë, vetëm shikoi drejt dritares ku shihet kopshti i klinikës me pacient që ecin ngadalë dhe më tha: prej kohës kur njeriu që dua nuk flet dot. Nëse ai nuk pushon, si mund të pushoj unë? Mjekja e urdhroi pushim absolut, të paktën 3 muaj pa asnjë koncert, pa asnjë provë, pa asnjë aktivitet publik. Por kur Neshmia dëgjoi këtë, ajo u ngrit në krevati i ekzaminimit dhe tha me zë që mezi dilte: ju nuk e kuptoni. Nëse unë dalloj, ai vdes. Ai jeton vetëm sepse unë këndoj. Kjo është marrëveshja. Marrëveshja. Doktor Kovačević e shkroi këtë fjalë me shkronja të mëdha në ditar. Ajo e përdori fjalën marrëveshje jo si metafor, por si fakt juridik. Sikur dikush ja kishte thënë qartë, çdo koncert që bën, ai merr një copë bukë më shumë. Çdo herë që refuzon, ai merr një raje më shumë. Mjekja i recetoi medikamente, qetësues të fortë, injeksione vitaminash, terapi për rivendosjen e funksionit nervor. Por Neshmia i mori recetat dhe i fut në çantë pa i shikuar. Ajo e dinte që asnjë ilaç nuk mund ta shëronte atë që e sëmurte, shkruan doktorja. Sepse sëmundja e saj nuk ishte në trup, ishte në realitetin që jetonte, dhe asnjë ilaç nuk mund ta ndryshonte realitetin. 3 ditë më vonë, Neshmia u kthye në skenë. Para se të dilte, mjekët e Radio Prishtinës i bën kontroll emergjent. Presioni ishte kritik, 85/50, pulsi 120, gjendja, ajo që mjekët e quajnë pre-kolaps. Ata rekomanduan anulimin e koncertit, por Neshmia u tha: nëse unë nuk dall, dikush tjetër do të paguaj, dhe unë nuk mund ta lejoj këtë. Kështu që doli, me këmbë që mezi e mbanin, me zë që dilte me dhimbje. Me sy që shikonin jo publikun, por diku më larg, diku ku ndodhej një burr që ajo nuk e kishte parë prej vitesh, por që ekzistonte në çdo frymëmarrje të saj. Ajo këndoi, dhe publiku i cili nuk dinte asgjë, qau nga bukuria e zërit. Por ajo që ata nuk dinin, ishte që çdo notë e asaj këngë dilte me kosto të gjakut, që çdo tingull ishte copë e shpirtit që po tyhej, që kjo nuk ishte art, kjo ishte ekzekutimi ngadalt, me duar trokitje si dëshmitar. Pas koncertit, Neshmia u rrëzua në dhomën e veshjes. Fatmira dhe 2 asistente i amblodhen nga dyshemea. Thirr ambulancë, por Neshmia refuzoi të shkojë në spital. Jo tani, tha ajo, jo para se të mbaroj turneun. Nëse ndaloj, ata do ta dinë që jam e dobët, dhe dobësia është armë e tyre më e fortë. Kush ishin ata? Neshmia nuk e specifikoi kurrë, por të gjithë e kuptuan. Ata ishin forcat që mbanin atë në skenë, ndërsa shpirti i saj donte të largohej përgjithmonë. Por historia më e frikshme nuk është ajo që ndodhi në klinik. Historia më e frikshme është ajo që ndodhi 3 javë më vonë, kur Neshmia mori një letër. Jo në hotel, jo në shtëpi, por dorë për dorë nda një grua e vjetër që pretendoi se ishte motër e largët e burrit të saj. Gruaja, me fytyrë të rrudhur dhe sy të trembur, i dha zarfin dhe i kupa thënë asnjë fjalë.
Brenda zarfit kishte një copë letre të grisur në një fletore. Letra e shkruar me shkrim të tronditur, me shkronja aq të vogla sa mezi lecoheshin. Nuk ishte firmë, nuk ishte datë, vetëm disa reshta. Nuk e di nëse do të arrijë kjo, por nëse të arrin, dua të dish. Unë nuk jam më ai që kujton. Këtu njeriu haron veten, haron emrin, haron fytyrën që kishte dikur. Por ka një gjë që nuk mund ta harroj, zërin tënd. Kur dëgjoj nga larg radion, ndonjëherë na lejojnë ta dëgjojmë për 5 minuta si shpërblim, ve dëgjoj zërin tënd, unë kujtoj se kush isha. Por pastaj radio mbyllet, ve unë kthehem përsëri në asgjë. Mos më kërko, mos prit, jeto. Kjo është vetmja gjë që mund të bësh për mua tani, të jetosh. Neshmia e lexoi atë letër 3 herë, pastaj e mbajti mbi zemër, pastaj e dogji, ashtu siç kishte djegur të gjitha letrat e tjera. Por para se të kthehej në hi, ajo e puthi, dhe në atë puthje ishte gjithçka. Dashuria që nuk ishte më vend ku të jetonte, shpresa që nuk ishte më kuptim dhe faji që do ta ndjekte deri në ditën e fundit. 3 vjet më vonë, historia e saj mori kthes të re, por jo drejt shpëtimit. Ishte fundi i vitit 1967, kur u shfaq pyetja që askush nuk guxonte ta bënte me zë të lartë, por që të gjithë e mendonin. Ku ishin paratë e Neshmijes? Ajo këndonte në koncerte të shitura plotësisht, shfaqej në programe televizive, regjistronte albume që shiteshin me mijëra kopje, por jetonte si grua e thjesht, në apartament modest, me rroba të njëjta që mbante vit pas viti, pa asnjë shenjë të pasurisë që emri i saj duhej të kishte sjell. Gazeta Rilindja botoi një foto nga dhoma e saj e ndenjes. E vogël, me mobilje të vjetër, me tapet të konsumuar, me tavolina që mbanin vetëm një vazë lulesh dhe një radio të vjetër. Leksuesit komentuan me admirim. Sa modeste, sa thjesht. Ylli që nuk u ngjit me famën. Por e vërteta nuk ishte modesti. E vërteta ishte marrëveshja tjetër, ajo që nuk shkruhej në letra zyrtare, por që ekzekutohej me saktësi absolute. Luan Krasniqi, vëllai i Fatmirës, çfarë që shpjegon pse të dy mblodën dëshmi për vite, ishte kontabilist i Radio Prishtinës që punoi me dokumentacionin financiar të artistëve nga viti 1965 deri në 1989. Ai e mban heshtjen për 32 vjet. Tani, në moshën 80 vjeç, ai vendosi të flas, por vetëm me kusht që të mos përmenden emrat e personave ende gjallë që ishin pjesë e skemës. Por kur Luan hapi dosin e vjetër kontabël, duart i drideshin. Sepse ajo që pa atje nuk ishte thjesht vjedhje. Ishte sistemi përsosur për ta mbajtur një grua robresh përmes numrave. Neshmia paguhej, thot ai, duke shfletuar fletore të vjetra, kontabiliteti që i ka ruajtur fshehurazi. Por ajo që merrte ishte vetëm hija e asaj që fitonte vërtet. Për çdo koncert ekzistonte një listë zyrtare e të ardhurave, ajo që shfaqej në dokumente. Por ekzistonte edhe një listë tjetër, e koduar, e fshehur, e menaxhuar nga njerëz që nuk ishin pjesë e sistemit artistik, por e sistemit të sigurisë. Ai nxjerr një dokument të kopjuar dorazi, kopje e një faturë pagese për një koncert në Shkup, shkurt i vitit 1968. Në kolonën pagjesa për artisten Pagarusha shënohet shuma, 7.500 dinar. Por në realitet, shpjegon Luani, të ardhurat nga i koncert ishin 42.000 dinar. Ndryshimi, 34.500 dinar, shkoi diku tjetër. Dhe kur pyeta se ku, më than, fonde administritavi. Mos pit më shumë, por Luani pyeti, dhe ajo që zbuloi e trondit. Sipas fragmenteve të dokumenteve që arriti të kopjoj përpara se të shkatëroheshin, një pjesë e madhe e të ardhurave të Neshmijes transferohej direkt në një llogari të veçantë të kontrolluar nga Departamenti i Sigurisë së Shtetit. Kjo nuk ishte vjedhje, thot ai, kjo ishte sistem. Neshmia nuk punonte për vete, ajo punonte për shtet, dhe shteti merrte pjesën më të madhe. Por arsyeja zyrtare ishte mbulimi i shpenzimeve për sigurinë dhe mirëmbajtjen e antarëve të familjes në mbikëqyrje. Antar të familjes në mbikëqyrje. Kjo ishte fjalla kod për burri i saj që ende mbaj në regjim të kufizuar. Çdo dinar që Neshmia fitonte, përdorej si justifikim për ta mbajtur burrin e saj gjallë, por jo të lirë. Si peng të shtrenjtë që kostoja për ta mbajtur, justifikohej me suksesin e gruas. Në një rast, vazhdon Luani, sipas një shënimi që arriti në deskin tim nga një takim i brendshëm, një ministër kulture e pyeti drejt për drejt. Pse Pagarusha jeton si e varfër kur është një nga artistet më të paguara? Përgjigja që shkruhej në memorandum ishte: ajo nuk jeton si e varfër. Ajo jeton si dikush që kupton se çdo dinar shtesë që shpenzon mund të jetë dinari hequr nga siguria e dikujt tjetër. Kjo do të thoshte, Neshmijes ju bëhe qartë se çdo gjë që blinte për vete, një fustan i ri, një mobilje më e mirë, një drekë më e shtrenjtë,
Do të konsiderojë si shpenzim i panevojshëm që mund të justifikonte reduktimin e mbrojtjes për burrin e saj. Pra ajo jetoi si asketike jo nga zgjedhje, por nga terrorizëm ekonomik. Por historia bëhet edhe më e errët. Në vitin 1970, pas një koncerti madhështor në Sarajev që mblodhi më shumë se 10.000 njerëz, Nekshmia kërkoi për herë të parë të takonte dikën nga ministria për të diskutuar rreth pasurive të akumuluara që sipas kontratave duhet i përkisnin. Takimi u caktua, por 2 ditë para takimit ajo mori një telefonat në hotel. Një zë mashkullor, i ftohtë, pa u prezantuar. Takimi është anulluar dhe nëse insistoni të pyesni për para, do të marrim masa për të rishikuar kushtet e banimit të personave që ju interesojnë. Nekshmia nuk pyeti më kurrë, por ku shkuan ato para? Luan ka një teori, të mbështetur në dokumente që ai arriti të kopjoj përpara se të shkatëroheshin. Sipas fragmenteve që pash, duket se një pjesë shkoi për të paguar informatorët që e ndiqnin, një pjesë shkoi për të financuar aktivitete propagandistike që përdornin imazhin e saj. Dhe një pjesë, dhe kjo është më e keqja, thuhet se shkoi drejt për drejt në xhepat e zyrtarëve që menaxhonin këtë skem, por nuk mund ta provoj plotësisht. Ajo që mund ta provoj është kjo. Nekshmia nuk ishte artisti e tyre. Ajo ishte vaca e tyre e miel industriale. Ai nxjerr një dokument tjetër, një raport i brendshëm nga viti 1973, ku analizohet efikasiteti i investimit në figura kulturore për qëllime të stabilitetit social. Në një tabel, emri i Nekshmijes renditet i pari. Në kolonën kthim mbi investim shkruhet: lart. Subjekti vazhdon të prodhoj vlerë simbolike dhe ekonomike pa shenja rezistence. Rekomandohet vazhdimi i strukturës aktuale. Struktura aktuale. Kjo do të thoshte, ta mbash të varfër, ta mbash të friksuar, ta mbash të varur, ve ta mbash të këndoj. Por historia më e dhimbshme nuk është sa para humbi Nekshmia. Historia më e dhimbshme është kjo. Kur burri i saj u lirua përfundimisht në vitin 1980, ai zbuloi nga miqt se çfarë kishte ndodhur me paratë e gruas së tij. Ve reagimi i tij nuk ishte zemrim, ishte heshtje, sepse ai e kuptoi se çdo dinar që ata ja kishin vjedhur asaj, ishte dinar që kishin përdorur për ta mbajtur atë gjallë. Ve si mund të zemrohesh për vjedhjen që të ka shpëtuar jetën? Kjo është tragjedia më e madhe e dashurisë në kohën e diktaturës, ku shpëtimi yt bëhet mjeti i shfrytëzimit të dikujt tjetër. Ku çdo gjë e mirë që të ndodh është ndotur me diçka të keqe që i ndodh personit që do. Por viti 1980 nuk solli vetëm lirinë e burrit, solli edhe fundin e diçka tjetër, diçkaje që Nekshmia kishte mbajtur gjallë për 40 vjet me forcën e dëshirës së pastër. Kur Agim Krasniqi u lirua në 10 mars 1980, Nekshmia nuk shkoi ta takonte në portën e burgut. Nuk donte që fotoreporterët, që patjetër do të ishin atje, ta shikonin duke qarë. Nuk donte që takimi i tyre i parë pas 4 dekadash të bëhej spektakull publik. Në vend të kësaj, ajo priti në shtëpinë e tyre të vjetër në Prishtinë, shtëpinë që ai e kishte lënë një mëngjes dimri të vitit 1940, duke menduar se do të kthehej për drek. Shtëpia që kishte qëndruar bosh për 40 vjet, por që Nekshmia e kishte ruajtur pikrisht siç ishte, me tavolinë të vogël ku ata hanin mëngjes, me krevat të ngushtë ku kishin fjetur natën e fundit përpara arrestimit, me perde që akoma mbanin erën e timit të duhanit që ai pinte. Kur dera u hap, Nekshmia e pa një njeri që nuk e njihte më. Flokët e bardhë, shpina e përkullur, duar që dridheshin, fytyra e rrudhur nga koha dhe vuajtja, por syt ishin të njëjta. Ato sy që ajo kishte parë në ëndër çdo natë për 40 vjet. Ata nuk folën. Çfarë mund të thuaj pas asaj kohë? Çfarë fjalësh mund të mbulonin 4 dekada heshtje të detyruar? Nekshmia thjesht i hapi krahët, dhe ai hyri në përqafim, dhe qëndruan kështu për orë të tëra, pa fjalë, vetëm duke mbajtur njëri tjetrin, sikur të kishin frikë që nëse lëshonin, tjetri do të zhdukej përsëri. Por diçka kishte ndryshuar, diçka që nuk mund të kthehej më. Ai nuk ishte më njeriu që unë kisha dashur, tregoi Nekshmia më vonë në një intervistë rrallë që dha në vitin 2005. Dhe unë nuk isha më gruaja që ai kishte lënë. Ne ishim 2 të mbijetuar që ndanim të njëjtën dhimbje, por jo më të njëjtën shpirt. Burgu kishte vjedhur jo vetëm vitet tona, kishte vjedhur edhe aftësinë tonë për të qenë përsëri ne. Ata u përpoqën. Për 3 vjet u përpoqën të rindërtonin atë që ishte shkatërruar. Por si mund të rindërtosh diçka kur themelet janë djegur deri në hi? Agim nuk mund të flinte në dhomë të mbyllur. Burgu ja kishte marrë aftësinë për të qenë në hapësira të vogla. Nekshmia nuk mund të qetësohej kur ai largohej. Terrori ja kishte marrë aftësinë për të besuar se njerëzit që do kthehen. Dhe më e keqja, Agim nuk mund ta dëgjonte atë duke kënduar, sepse çdo herë që e dëgjonte zërin e saj,
A i kujtonte ato 5 minuta në burg kur radion e ndezin si shpërblim, dhe atëherë kujtonte gjithçka tjetër, torturën, izolimin, dhimbjen. Kështu që Neçmia pushoi së kënduari në shtëpi, pushoi së provuari, pushoi së bëri atë që e kishte mbajtur gjallë për 40 vjet, sepse tani ajo gjë që i kishte shpëtuar po e vriste burrin që donte. Dhe në vitin 1944, Neçmia Pagarusha mori vendimin më të dhimbshëm të jetës së saj. Ishte 27 prill 1984, kur Neçmia Pagarusha shfaqej për herë të fundit në skenë. Koncerti ishte në Teatrin Kombëtar të Prishtinës. Salla plot, duar trokitje që nuk pushonin, lot në sut e spektatorëve që e dinin se diçka po mbaronte. Por ajo që askush nuk e dinte, ishte që pas skenës, Neçmia kishte lënë një letër të vullosur. Letra drejtohej drejtorit të Radio Prishtinës, dhe thoshte vetëm kaq: "Nga sot, unë nuk do të këndoj më publikisht, jo për arsye shëndetësore, jo për mosmarrveshje kontraktuale, por sepse çmimi i artit tim është bërë më i lartë se vlera që ai sjell. Nëse dashuria ime ka qenë armë kundër meje, atëherë tani unë po e heq atë armë nga duart e atyre që e përdorën. Po hesht, jo nga dobësi, por nga forcë, sepse heshtja është e vetmja gjë që më ka mbetur për të mbrojtur atë që dua." Letra nuk u publikua kurrë, u fut në dosje të klasifikuara dhe mbeti atje për 35 vjet. Neçmia u tërhoq, jo në mënyrë dramatike, jo me deklarata publike, por thjesht, u shuar nga skena sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Refucoi çdo ftesë për koncert, çdo intervistë, çdo shfaqje televizive. Jetoi në shtëpinë e saj të vogël në Prishtinë me burrin që kishte pritur 4 dekada dhe mezi dilte jashtë. Por çfarë bëri ajo në ato 36 vjet heshtje? Ajo jetoi, jo mbijetoi, jetoi. Për herë të parë që nga viti 1940, pa koncerte, pa kontrata, pa zarfe të djegura në lavaman, pa frikë që çdo notë është kosto e gjakut të dikujt tjetër. Miqtë që e vizituan thonë që ajo nuk foli shumë për të kaluarën, nuk ankohej, nuk kërkoi falje, nuk donte mëshirë. Thjesht jetoi, me kopsht të vogël ku mbilte lule, me radio që dëgjonte çdo mëngjes, me libra që leconte derisa sysh e lodheshin. Por çdo vit, në 10 mars, ditën kur burri i saj u lirua, ajo shkonte në varrezat ku ishin varrosur ata që nuk kishin mbijetuar. Ata që kishin vdekur në burg pa e parë kurrë lirin, dhe atje, para gurve pa emra, ajo këndonte. Jo për publik, jo për art, por për shpirtrat që askush tjetër nuk i kujtonte. Ajo këndoi kështu, fshehurazi, në errësirë, pa asnjë dëshmitar për veçerës, deri në vitin 2020. Neçmia Pagarusha vdiq në 6 janar 2020, në moshën 97 vjeç. Shkaku zyrtar, dështimi i zemrës. Por të afërmit thonë që zemra e saj kishte dështuar shumë kohë më parë. Trupi thjesht e ndoqi. Të nesërmen, Gazeta Koaditore botoi një artikull me titull "Vdiq Nightingale e Kosovës, në heshtje ashtu si jetoi 36 vjet." Por vetëm një javë pas vdekjes dollën sekretet e fundit. Gjatë pastrimit të shtëpisë së saj, familjarët gjetën një kuti të fshehur në ndysheme. Kuti që përmbante dosje të kopjuara dorazi, letra të djegura pjesërisht dhe një fletore me shënime. Ishte arkivi i saj personal, gjithçka që ajo kishte mbledhur fshehurazi për vite. Por më tronditse ishin dokumentet që u zbuluan në arkivat e UDBA-s në vitin 2021, kur Kosova mori qasje në skedarët e deklarifikuar të inteligjencës jugoslave. Në dosjen me kod Subjekt 347 APAGARUSH, në kishte mbi 1200 faqe raportesh. Raporte që dokumentonin çdo lëvizje të saj nga viti 1960 deri në 1984. Çdo koncert, çdo takim, çdo bisedë private që kishte pasur në doma hoteli, çdo letër që kishte shkruar dhe djegur. Por faqja e fundit e dosjes, faqja që bëri që gazetari Shkelcen Maliqi të ndaloj se lecuari dhe të mbyllte sytë nga dhimbja, thoshte kështu. Përfundimi i raportit, 27 prill 1984. Subjekti Pagarusha ka pushuar aktivitetin publik. Sipas burimeve, arsyeja nuk është shëndetësore, është strategjike. Ajo ka kuptuar se heshtja është arma e vetme që nuk mund ta përdorim kundër saj. Duke heshtur, ajo na ka hequr kontrollin. Rekomandohet, mos pengohej. Heshtja e saj është më e vlefshme se çdo këngë, sepse tani ajo është simboli i rezistencës, jo i bashkëpunimit. Dhe simbolet e tilla janë më të fuqishme kur nuk flasin. Kjo do të thoshte, UDBA e dinte. Ata e dinin që Neçmia nuk u tërhoq nga dobësia, ajo u tërhoq nga forca.
Dhe ata e respektuan këtë, jo sepse e duan, por sepse e kuptuan që kjo luftë ishte humbur. Por më shokues ishte shënimi i fundit, shkruar me dorë në një zyrtar i panjohur. Kjo grua na mundi, jo me zë, por me heshtje. Sot, 38 vjet pas tërheqjes së saj dhe 4 vjet pas vdekjes, emri i Neshmije Pagarushes shkëlqen në libra historik si zëri i Kosovës. Por ata që e njihnin të vërtetën e dinë se ajo nuk ishte vetëm zë, ajo ishte luftëtare, që luftoi jo me armë, por me atë që kishte: melodin, dashurin, sakrificën. Dhe pyetja që mbetet pezull edhe sot nuk është a ja vleu, por sa nga ne do të kishim forcën ta bënim të njëjtën gjë. Sepse Neshmija nuk zgjodhi rrugën më të lehtë. Ajo zgjodhi rrugën që shpëtoi jetën e burrit të saj, dhe që i shkatërroi të sajën. Ajo zgjodhi të këndoj edhe kur çdo notë vriste, dhe më në fund, zgjodhi të heshtë, edhe kur heshtja do të thoshte të harrohej. Por ajo nuk u harrua, sepse dashuritë e tilla, dashuritë që paguen me gjak, me lot, me vite heshtje, nuk mund të harrohen kurrë. Ato bëhen legjend, ato bëhen këngë që tingëllon edhe kur zëri ka pushuar. Dhe kur dëgjon sot këngët e Neshmijes, ato këngë që nuk i këndoi kurrë në skenë, por që i këndoi në errësirë, për shpirtra që nuk kishin më zë, pyet e veten: çfarë do të bëja unë? Çfarë do të sakrifikoja unë? Dhe nëse përgjigja të frikson, atëherë ke kuptuar historinë e saj, sepse dashuria në kohën e diktaturës nuk ishte poezi, ishte burg pa hekura. Ishte këngë e djegur në erën e frikës. Ishte grua që vdiste çdo ditë, por që gjithmonë zgjiste të jetojë një ditë më shumë, sepse dikush tjetër varte prej saj. Dhe kjo nuk është histori, kjo është testament. Testamenti i asaj që do të thotë të duash në kohën kur dashuria është armë, kënga është mjet kontrolli dhe heshtja është e vetmja liri që të ka mbetur. Neshmija Pagarusha. Një grua, një zë, një heshtje që flet më fort se mira këngë. Në natën e 28 shkurtit të vitit 1975, ndërsa Prishtina flinte në mbor të trash që mbulonte gjithçka si pëllhure bardh harese, në dhomën e vogël të hotelit Grand në Beograd hyri një njeri që askush nuk e priste. Rojtari i korridorit, i cili sipas protokollit duhet të kontrollonte çdo vizitor pas orës 21, atë natë ishte tërhequr papritur për ndërrim turni emergjent. Kamerat e sigurisë në katin e tretë ku qëndronte Neshmija u fikën për mirëmbajtje teknike, dhe në regjistrin e hotelit për atë natë nuk ekziston asnjë shënim për vizitor. Por Neshmija e pa atë njeri, e pa kur dera u hap pa trokitje, pa paralajmërim, pa zë. Ishte burr i moshuar, me pallto të zezë që nuk ishte asnjë shenjë, me kapele që i fshehu gjysmën e fytyrës, me duar të veshura me doreza lëkure, edhe pse brenda ishte ngrohtë. Hyri, mbëli derën pas vetes dhe qëndroi aty, pa lvizur, pa folur, vetëm duke shikuar. Neshmija nuk bërtiti, nuk kërkoi ndihmë, sepse ajo e kuptoi menjëherë, ky nuk ishte vizitor i rastësishëm, ky ishte dërguar. Dhe ata që dërgoheshin në orë të tilla, në rrethana të tilla, nuk vinin për të biseduar. E di pse jam këtu, pyeti burri. Zëri i tij ishte i ulët, i qetë, por çdo fjalë binte sigur në ujë të ngritur. Neshmija nuk u përgjigj, vetëm e shikoi, me atë shikimin që kishte mësuar ta mbante të qetë edhe kur brenda gjithçka dridej. Burri vazhdoi. Më thanë që ju jeni gruaja që nuk tyet, që as kërcënimet, as vuajtjet, as vitet nuk ju kanë tyer. Më thanë që ju ende këndoni sikur të mos kishit asgjë për të humbur. Ai bëri një hap përpara. Por unë erdha t'ju kujtoj se çfarë keni akoma për të humbur. Sepse njerëzit her pas here harrojnë, derisa t'u kujtojmë. Nga xhepi i brendshëm të palltas, ai nxori një zarf. E vendosi mbi tavolinë mes librave që Neshmija i leconte për të fjetur. Zarfi ishte i vullosur me dyllin e kuq, lloji i dillit që përdorej vetëm për dokumente shtetërore të klasifikuara. Brenda, tha burri, është emri i personit që ju doni më shumë se veten, dhe emrat e gjitha atyre që mund të përdoren për t'ju bërë të heshni përgjithmonë, nëse ne vendosim. Ai e shikoi drejt për drejt. Por ne nuk duam që ju të heshni. Ne duam që ju të vazhdoni të këndoni. Vetëm duam të jeni e sigurt për çfarë këndoni, për kë këndoni, dhe çfarë mund të ndodhë nëse harroni se kush ju mban ende këtu. Pastaj, pa pritur përgjigje, pa folur më, ai u kthye dhe doli. Dera u mbyll pa zhurmë, korridori mbeti bosh, dhe Neshmija mbeti vetëm me zarfin e kuq mbi tavolinë që shkëlqente në dritën e dobët të llambës. Ajo nuk e hapi menjëherë. Qëndroi ullur në skajin e krevatit, duke e shikuar zarfin sikur t'ishte gjarë për që do të kafshonte nëse e prekte. Orët kaluan.
Por ajo jashtë vazhdoi të binte, dhe në fund, kur zbardhja e parë e mëngjesit filloi të depërtonte nga dritarja, Neçmia i mori Zarfin me duar që dridheshin dhe e hapi. Brenda ishte një listë, 10 emra. Emri i burrit të saj ishte i pari. Emrat e 2 kushrinjve të saj, emri i shoqes më të ngushtë nga fëmiria, emrat e 3 kolegëve artist që kishin mbështetur karrierën e saj, dhe në fund, emri i një fëmije, djali 10 vjeç i motrës së saj që jetonte në Gjakov dhe që nuk dinte asgjë për asgjë. Në çdo emër kishte një fjalë të shkurtër, të shkruar me shkronja të vogla, sikur të mos kishte rëndësi. Mund të transferohet në institucion më të ashpër, mund të humbas lejen e punës, mund të hiqet nga liste për kraje sociale, mund të caktohet në zonë të izoluar. Fjalet ishin të ftohta, burokratike, por kuptimi ishte i qartë si kristal. Çdo njeri që ajo donte ishte në pritje të vendimit, dhe ai vendim varur nga ajo. Nga sa e bindur ishte, sa e kontrolluar, sa e menaxhueshme. Neçmia lexoi listën 3 herë, pastaj e pallos me kujdes, e futi përsëri në carv dhe e dogji në lavaman, ashtu si kishte djegur mira letra të tjera për gjatë viteve. Por kësaj here, ndërsa e shikonte flakën që glabronte letrën, diçka në të ndryshoi. Jo frika. Frikën e kishte mësuar ta jetonte me vite, por diçka më e thellë, të kuptuarit që lufta e saj nuk ishte më vetëm për mbijetesë, ishte për kohë. Sa kohë mund të fitonte para se sistemi vendoste ta përdorte listën? Sa kohë mund t'i mbante të gjitha ata gjallë dhe të paprekur, duke qenë ajo vetë robreshe përsosur? Ajo u kthie në Prishtinë të nesërmen. Në koncertin e radhës, askush nuk vuri re asgjë të ndryshme. Zëri i saj ishte i përsosur si gjithmonë. Prezantimi ishte i ngrohtë, duartrokitjet ishin të zjarta. Por ajo që askush nuk e dinte, ishte se çdo notë që dilte nga grika e saj, tani kishte peshë të re, peshën e 10 emrave që mund të shkatëroheshin nëse ajo gabon një hap. A i dinit se çfarë do të thoshte të këndosh kur çdo tingull që nxjerr është bast me jetët e të tjerëve? Por jo çdo kërcënim vinte nga njerëz të gjallë me pallto të zeza. Disa kërcënime vinin nga ana ku askush nuk mund të luftonte. Nga besimi i thellë, i rrënjosur, i frikshëm që disa gjëra në këtë botë nuk kontrollohen nga njerëz, por nga forca që askush nuk i sheh. Neçmia nuk ishte grua e tepruar fetare, por ajo, si shumë gra të kohës së saj, ruante disa gjëra që konsideroheshin mbrojtëse. Një varg i vogël me hamajli që e mbante fshehur në bluzë, një libër lutjesh që leconte natën kur nuk mund të flinte, dhe mbi të gjitha, një unaz argjendie të trash me gur të zi të dhendur me shkronja që vetëm gjysha e saj i kishte kuptuar kuptimin. Kjo unaz, i kishte thënë gjysha në vitin 1943, pak kohë para se të vdiste, ka mbrojtur 6 breza të grave të kësaj familjeje. Nëna që kanë humbur djem, gratë që kanë pritur burra që nuk u kthyen kurrë, vajzat që kanë kënduar kur këndimi ishte i ndaluar. Mbaje gjithmonë. Dhe nëse ndonjëherë ndihen se po të braktis fuqia, shiko në gur dhe kujto se ti nuk je e para që lufton në errësirë. Neçmia e mban atë unaz çdo ditë të jetës së saj, deri në mëngjesin e 8 majit të vitit 1978, kur zgjoi në dhomën e saj në Prishtinë dhe kuptoi se unaz nuk ishte më në gisht. Ajo e kërkoi kudo, në jastëk, në krevat, në banjë, mes rrobave, por nuk ishte askund. Dhe ajo që e friksoi më shumë nuk ishte humbja e unazës, ishte kjo. Dera ishte e kyçur nga brenda. Dritaret ishin të mbyllura. Askush nuk ishte hyrë, askush nuk ishte dalë. Dhe megjithatë, unaz kishte zhdukur. Fatmira, që erdhi atë mëngjes për të ndihmuar me përgatitjet për koncertin e mbrëmjes, e gjeti Neçmien ullur në dysheme, të shqetësuar, duke shikuar gishtrinë e saj të zbrazat. "Çfarë ndodhi?" pyeti Fatmira. "Unaz humbi", tha Neçmia me zë që mezi dëgjohej. "Ve nuk e di kush e mori." Fatmira ull pranë saj. "Ndoshta ra diku, ndoshta do ta gjejmë." Por Neçmia e shikoi me sy që kishin në vete frikë që nuk vinte nga njerëzit me pallto. "Jo", tha ajo, "nuk ra, u mor, dhe nuk u mor nga dikush që dua të gjej." Ajo nuk e shpjegoi më shumë, por atë mbrëmje, para se të dilte në skenë, ajo shkoi te një grua e vjetër që banonte në skajin e Prishtinës. Grua që njerëzit e quanin Hoxhe Fshet, sepse dinte të leconte shenja që të tjerët nuk i shihnin. Neçmia nuk besonte fort në këto gjëra, por atë ditë, me gishtrinë ende të zbrazur dhe me frikë që nuk mund ta emëronte, ajo kërkoi përgjigje. Gruaja e vjetër e mori dorën e Neçmies, e shikoi në pëllëmb dhe pastaj e shikoi në sy me shprehje që nuk ishte as hakmarrje, as mëshirë, vetëm njohuri e vjetër dhe e trishtuar. "Unaz nuk u vodh", tha ajo, "u tërhoq. Ka gjëra që largohen kur nuk mund të mbrojnë më. Kur pesha e asaj që mban është më e rëndë se fuqia e asaj që të mbron." "Çfarë do të thotë kjo?" pyeti Neçmia.
Gruaja e lëshoi dorën e saj. Do të thotë që ti ke arritur kufirin, që trupi yt, shpirti yt, gjithçka që të mban gjallë po thot mjaft. Por ti nuk do të ndallosh, apo jo? Sepse nëse ndallon, dikush tjetër vuan. Prandaj u nazu largua, sepse nuk donte të jetë dëshmitare e asaj që do të vijë. Neçmia doli nga shtëpia e gruas së vjetër pa folur më, por kur u kthye në makinë, shoferi që e priste, një burr besnik që kishte punuar me të për vite, e pa se diçka kishte ndryshuar. Zonja Pagarusha, tha ai me zë të ulët, a jeni mirë? Ajo u përgjigj vetëm kaq. Shko në teatr, kam koncert. Dhe një koncert nuk priset raskënd. Por atë natë, në skenën e teatrit kombëtar ndërsa këndoi, publiku për herë të parë vuri re se diçka nuk ishte si zakonisht. Zëri ishte ende i mrekullueshëm, por kishte diçka në të, një rëndim, një trishtim, një ndjenjë sikur çdo fjalë po mbante barë më të rëndë se ajo që duhej. Një kritik muzikor që shkroi për rilindjen 2 ditë më vonë e përshkroi kështu: Pagarusha këndoi sikur të ishte lamtu mira, jo me jetën, por me diçka më të thellë, me besimin se kënga mund ta shpëtoj. Por Neçmia nuk foli kur publikisht për unazën e humbur. Ajo vetëm vazhdoi, pa mbrojtje, pa shenjë, pa asgjë përveç zërit që sistemi ja kishte grabit, veç që tani e përdorte kundër saj. Dhe ajo kishte të drejtë në atë frikë, sepse vetëm 2 ditë më vonë, Neçmia do të mësonte se emri i saj nuk ishte në një listë të thjeshtë, por në një dokument që vendoste fatin e saj. A mund të luftosh kur edhe gjërat që mendoje se të mbronin të kanë braktisur? Por kërcënimi më i madh nuk erdhi nga njerëz me fytyrë të fshehur apo nga gjëra të humbura. Kërcënimi më i madh erdhi nga lista që askush nuk e pa kurrë, por që ekzistonte, veç që vendoste se kush do të jetonte dhe kush do të shkatërrohej. Sipas burimeve historike, në arkivat e shtetit të ish Jugosllavis, që u hapen pjesërisht në vitin 2018, thuhet se u zbulua një dokument që njihet si lista e zezë kulturore e vitit 1976. Ishte një listë e kompiluar nga një komision i posaçëm që përfshinte përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Brendshme dhe më tronditse, përfaqësues të sektorit të propagandës së Komitetit Qendror të Partisë. Lista përmbante 112 emra, artist, shkrimtar, këngëtar, aktor, intelektual, që konsideroheshin element destabilizues me potencial ndikimi të lartë në masa. Lista ndante emrat në 3 nivele rreziku, por emri i Neçmijes nuk ishte në listën e atyre që duhej eliminuar. Ai ishte në diçka më të keqe. Kategoria C, instrumentalizim strategjik. Përdore, manipulo, mbaje në impresion. Sipas dëshmive të publikuara më vonë, në dosie shkruaj: Subjekti Pagarusha ka ndikim të gjerë në popullatën shqiptare. Arrestimi ose heshtja e saj do të krijonte reagim të papërshtatshëm. Por mbajtja e saj në presion të vazhdueshëm, duke përdorur lidhjet familjare si lever, është në efektive. Rekomandohet: mos eliminohej, por kontrollohet përmes asaj që do. Kjo strukturë ka funksionuar me sukses prej 20 vjetësh dhe duhet vazhduar. Kjo do të thoshte që nga viti 1956, emri i Neçmijes kishte qenë në lista zyrtare, jo si kriminale, por si mjet i dobishëm. Ajo nuk ishte viktime e rastit, ajo ishte viktim e strategjisë. Por ajo që bën këtë zbulim edhe më të frikshëm është shënimi i fundit në dosjen e saj, i shtuar në vitin 1979 nga një zyrtar i panjohur. Subjekti ka filluar të tregojë shenja kolapsi. Produktiviteti vazhdon, por cilësia emocionale e performancave ka ndryshuar. Publiku po e vëren, rekomandohet vëzhgim më i ngushtë, jo për të arrestuar, por për të siguruar që nuk bën diçka të papritur. Njerëzit që nuk kanë më asgjë për të humbur janë më të rrezikshëm se ata që ende shpresojnë. Njerëzit që nuk kanë më asgjë për të humbur. Kjo ishte diagnoza e tyre për gruan që kishte dhënë gjithçka, zërin, parat, lirin, shëndetin, dhe që tani po arrinte në pikën ku trupi dhe shpirti nuk përballonin më. Por Udba kishte bërë një gabim fatal në analizë. Ata mendonin se Neçmia ishte grua e thyer që mund të kontrollohej përgjithmonë. Ata nuk e dinin se ajo ishte duke mbështjellë kohë, duke pritur jo për të largohet, por për të gjetur mënyrën e vetme që mund t'u merrte atyre atë që kishin më të shtrenjtë, kontrollin mbi narrativen e saj. Dhe ai moment po vinte. Jo shpejt, jo në mënyrë dramatike, por si lëvizje ngadaltë e qëllimshme e paktyeshme, si lumi që gërri e gurin, cop pas cop, derisa në fund guri bie. Por para se të arrinte ajo pikë, duhej të kallonte testi i fundit, testi që ajo nuk e priti, që askush nuk ja paralajmëroi, veç që pothuajse e vrau. Ai test erdhi në natën e 26 nëntorit të vitit 1979, pas një koncerti në Shkup që kishte zgjatur 4 orë, më i gjati koncert që Neçmia kishte dhënë ndonjëherë.
Ajo kishte kënduar derisa zëri i kishte filluar të cahej, derisa duart i kishin dridhur, derisa trupi i kishte refuzuar të qëndronte më në këmbë. Por publiku kishte kërkuar akoma, dhe ajo kishte vazhduar, sepse ndalimi do të thoshte dështim, dhe dështimi do të thoshte listë të aktivizuar. Kur u kthye në dhomën e hotelit, ishte pothuajse 1 natës. Fatmira e priste me një shishe ujë dhe me medikamente për dhimbjet, por kur Neshmia hyri, ajo pas se diçka nuk ishte në rregull. Fatmira ishte e zbeht, duart i dridheshin dhe mbi tavolinë ishte një zarf tjetër, jo i kuq këtë herë, por i bardhë, i thjesht, pa vull. "Çfarë është kjo?" pyeti Neshmia. Fatmira nuk u përgjigj, vetëm ja tregoi zarfin me gisht që dridhej. Neshmia e hapi. Brenda kishte një foto e vjetër, e zverdhur nga koha, foto e saj me burrin të bërë në vitin 1958, para se gjithçka të fillonte. Pas fotos kishte shkruar me shkronja të vogla me stilolaf të zi, ai nuk është më në burg, por nëse ti nuk bindeshe, do të jetë në varr. Neshmia lexoi fjalin 3 herë, pastaj e la zarfin të binte nga duart. Dhe për herë të parë në 23 vjet, ajo u rrëzua në gjunjë dhe qau. Qau pa zë, pa lot, vetëm me trup që dridhej si gjethe në erë. Fatmira u ul pranë saj dhe e mbajti, por nuk tha asgjë. Sepse çfarë mund të thuaj? Çfarë mund të bëj? Sistemi e kishte arritur kufirin e saj, e kishte gjetur pikën ku edhe gruaja me efort thyet. Jo kur kërcënohet ajo vetë, por kur kërcënohet personi i fundit që ajo ende don. Dhe atë natë, në heshtjen e dhomës së hotelit në Shkup, ndërsa bora filloi të binte përsëri, Neshmia Pagarusha mori vendimin që do ta ndryshonte gjithçka. Sa presion duhet për ta thyer një njeri që tashmë është i thyer, por që vazhdon të qëndrojë në këmbë? Përgjigja është, sa duhet për ta bërë të kuptoj se lufta nuk fitohet duke qëndruar në këmbë, por duke zgjedhur se si të biesh. Në dimrin e vitit 1982, kur Jugoslavia filloi të kputet nga brenda si mulli i vjetër që grihej nga era, në një vilë të fshehtë në kodrat mbi Beograd, u mblodën 5 njerëz që askush nuk duhet i shihte bashk. Takimi nuk ishte në kalendarin zyrtar, nuk ishte protokoll, nuk ishte sekretare që të merrnin shënime. Ishte lloji i takimit që ndodhte vetëm kur diçka shumë e rëndësishme ishte duke i shpëtuar nga kontrolli, ose kur dikush duhej të flijohej për ta mbajtur iluzionin gjallë. Në krye të tavolinës së gjatë prej drurit të errët u lej Goran Milić, zëvendës ministri i kulturës, njeri që kishte mbijetuar 3 ndryshime regjimi duke qenë gjithmonë në anën që fitonte. Në të djathtë ishte Vera Kovač, koordinatore e lartë e UDBA-s për çështje kulturore, grua që dinte emrin e çdo artisti që kishte rëndësi dhe që dinte edhe më mirë se çfarë donte secili prej tyre. Në të majt ishte Branko Stojanović, drejtori Radio Televizionit Federal, njeri që kontrollonte se çfarë shihte populli dhe çfarë nuk shihte. Dhe në fund të tavolinës, pak më larg nga të tjerët, si të mos ishte plotësisht pjesë e grupit, por as plotësisht jashtë, rrinte Dušan Popović, mjeku personal i elitës partijake, ai që shkruante certifikatat e vdekjes kur dikush vdiste papritur, dhe ai që njihte sekretet mjekësore të gjithë atyre që kishin pushtet. Dhe në qendër të tavolinës, jo ullur, por e shtrirë si dokument në gjykim, ishte dosia me emrin e Neshmijes. Ajo po na shpëton, tha Milić duke e hapur dosjen dhe duke shkletuar faqet me gjishta që lviznin me ngadalësi, sikur çdo faqe të ishte prova në proces gjyqësor. Për 26 vjet e kemi mbajtur në ekuilibër të përsosur, por tani po ndryshon, po refuzon koncerte, po hesht, dhe heshtja e saj po bëhet më e fortë se çdo kënd që ka kënduar ndonjëherë. Vera e ndërpreu me zë të qetë, por të mpreth. Nuk është heshtje, është tërheqje strategjike. Ajo e di që ne nuk mund të arrestojmë pa krijuar martir. Pra po na e merr armën kryesore, prezencën publike. Pa prezencë, ne nuk mund ta përdorim. Pa përdorim, ajo nuk ka vlerë për ne. Branko hodhi një raport mbi tavolinë, raport që tregonte rënien e audiencës së programeve ku kishte shfaqur Neshmia. Njerëzit po pyesin ku është. Në çdo koncert ku ajo nuk shfaqet, ka pak kënaqësi. Madje ka filluar një lloj legjende, që ajo po vdes, që e kemi vrarë, që e kemi mbyllur. Sa më shumë heshtim për të, aq më shumë rritet miti. Dušan foli për herë të parë me zë të ulët që mezi dëgjoi. Ajo po vdes, jo nga ne, por nga vetja. Kam parë kartelën e saj mjekësore, e ka marrë në mënyra që nuk duhet të diskutohen këtu. Ajo ka humbur 21 kg në 2 vjet, ka kolaps të përsëritur nervor, ka simptoma të dëmtimit kardiak. Trupi i saj po refuzon të vazhdoj. Nëse ne detyrojmë të dalë përsëri, ajo mund të vdes në skenë, dhe atëherë do të kemi martir të vërtet. Heshtjera në dhomë. Lloji i heshtjes që ndodh kur të 5 njerëzit po mendojnë të njëjtën gjë, por askush nuk guxon ta thotë i pari. Në fund Milić foli. Atëherë çfarë propozoni? Ta lëm të vdes në heshtje? Të harrojmë?
Vera e shikoi drejt për drejt. Jo, e përdorim edhe një herë, por në mënyrë të ndryshme. E bëjmë të dalë publikisht, jo për të kënduar, por për të dhënë dëshmi, për të folur për sa mire ka trajtuar sistemi. Për të thënë që ajo zgjodhi të tërhiqet, jo që u detyrua. Për të shkatëruar çdo narrativ që mund të vijë pas vdekjes së saj. Branko u përpoq të kundërshtoj, por nëse ajo refuzon. Vera buzëqeshi, lloji i buzëqeshjes që nuk ishte ngrohtësi, vetëm kalkulim. Ajo nuk do të refuzoj, sepse ne do t'i kujtojmë se çfarë ndodh nëse refuzon. Burri i saj tani është jashtë, po, por ai nuk është i paprekshëm. Ai mund të kthehet brenda sa të hapen mbyll syt. Dhe kështu u mor vendimi. Neshmia do të detyrohej të dalë përsëri, jo si këngëtare, por si fole e sistemit që kishte shkatëruar. Por ajo që ata nuk e dinin, ishte që Neshmia tashmë kishte marrë vendimin e saj. Dhe ai vendim nuk ishte të bënte me bindje, kishte të bënte me mohim absolut. A mund të detyrosh dikë që nuk ka më asgjë për të humbur të luajë lojën tënde? Në prilin e 1983, kur trëndafilat e kuq në kopshtin e shtëpisë së Neshmijes filluan të lulëzonin përsëri pas një dimri të gjatë, ajo mori një vizitë që askush nuk e priste. Ishte pasdite e qetë, lloji i pasdites ku koha duket sikur ngec, ku dielli ngrohtë dhe ajri i ëmbël të bëjnë të harxhosh se bota jashtë është ende mizore. Neshmia ishte ulur në verandë duke lexuar një libër të vjetër poezish që burri i saj ja kishte dhuruar shumë vite më parë. Faqe të verdhura nga koha, me shënime në margjina që ai i kishte shkruar dhe që ajo i lexonte dhe rileconte sikur të ishte letra dashuri. Burri i saj ishte brenda duke bërë caj, duke lëvizur ngadalë me hapa të lodhur, por me shpirt që fillonte cop-cop të gjente paqen. Kur ra kambanella, të dy u ngrin. Vizitat nuk ishin të zakonshme. Miqtë e vërtet kishin mësuar të mos vinin pa paralajmërim, sepse çdo vizitë e papritur mund të ishte kurtë. Por kur Neshmia hapi derën pa një grua të re, 30 e ca vjeç, me fytur të njohur, por që ajo nuk mund ta vendoste, gruaja mbante në dorë një zarf të matë manila, dhe mënyra se si e mbante, me dy duar, sikur të ishte diçka e shenjtë ose e rrezikshme, bëri që Neshmia ta kuptonte menjëherë. Kjo nuk ishte vizitë shoqërore. Zonja Pagarusha, ta gruaja me zë që dridhej lehtë. Emri im është Maja, nuk e prisni mua. Por erdha sepse dikush që ju duan më shumë se veten, më dha këtë dhe më tha që ta sjell tek ju, sepse koha ka ardhur. Neshmia e shikoi në sy. Kush ju dërgoi? Maja nuk u përgjigj menjëherë, vetëm ja dorëzoi zarfin dhe tha: Ai që ju dërgoi nuk mund të vijë vetë, por brenda kësaj janë dokumente që provuan gjithçka që ju kam bërë, gjithçka që kam fshehur, gjithçka që duhet të dihet përpara se të jetë tepër vonë. Neshmia e mori zarfin me duar që filluan të dridhen. Nuk e hapi menjëherë, vetëm e shikoi. Atë zarf që ndjente si bombë me kohmatës. Pse tani? Pyeti ajo. Maja u ul në skajet e karriges në verandë pa u ftuar, por jo nga moskëqëtësi, nga nevoja për të folur përpara se guximi të ikë. Sepse sistemi po bie, tha ajo. Jugoslavia po coptohet. Brenda 5 vjetëve gjithçka do të ndryshojë, dhe kur gjithçka të ndryshojë, dokumentet do të shkatërrohen, dosjet do të digjen, dëshmitarët do të heshtin, dhe ju do të mbeteni vetëm me kujtesën tuaj, që askush nuk do ta besojë plotësisht. Por nëse tani, desa gjërat janë ende kaotike, nëse tani publikojnë këto dokumente, ata nuk mund të fshin gjithçka. Disa gjëra do të mbesin, dhe ato do të mjaftojnë. Neshmia e hapi zarfin ngadalë. Brenda ishin kopje të fotografuara, jo origjinale, por mjaft të qarta, të dokumenteve që ajo i kishte imagjinuar për vite, por që nuk i kishte parë kurrë. Kontrata të fshehura, raporte survejimi, shënime nga takimet ku diskutohej se si ta menaxhonin, dhe më tronditse, një letër e shkruar dorazi nga një zyrtar i lartë i UDBA-s ku thuhej: Pagarusha është instrumenti më i vlefshëm që kemi. Ajo nuk di sa na shërben, dhe kjo është fuqia e saj. Duhet vazhduar ashtu. Ajo duhet të mendojë që po shpëton dikë duke kënduar, kur në realitet po na shërben neve. Dashuria e saj është dobësia e saj, dhe ne duhet ta shfrytëzojmë derisa të mos ketë më dashuri për të dhënë. Neshmia leksoi fjalin 3 herë. Pastaj mbilli zarfin dhe e la të binte nga duart. Maja që shikonte nga afër, pas se fytyra e Neshmijes nuk tregonte zemrim, tregonte diçka më të frikshme, pranimin e një të vërtete që kishte ditur gjithmonë, po që shpresonte të ishte gabuar. Çfarë doni që të bëj me këtë? Pyeti Neshmia. Maja u përgjigj me zë të butë por të vendosur. Ju jeni e vetmja që mund ta tregoj historinë. Jo ne, jo gazetarët, ju, sepse ju keni jetuar atë. Dhe nëse ju folni, nëse ju tregoni, atëherë çdo njeri tjetër që ka vuajtur në heshtje do të guxojë të flasë.
Ju nuk jeni vetëm zëri juaj, ju jeni zëri i mirë atë tjerëve që nuk guxuan kur të flasin. Nekshmia e shikoi Majen për një kohë të gjatë, pastaj tha: "Dhe nëse unë flas, çfarë ndodh me burrin tim? Çfarë ndodh me të gjithë ata që akoma janë në listë?" Maja nuk u përgjigj menjëherë. Sepse të duja e dinin përgjigjen. Fjalimi i Neshmijes mund të shpëtonte historinë, por mund të kushtonte gjëra që ishin ende të çmuara. Neshmia e mori Zarfin, e mbajti ngushtë në gjoks dhe tha: "Lërm të mendoj, lërm të flas me atë që më ka pritur 40 vjet, dhe pastaj do të vendos." Maja u ngrit, u përkull lehtë me respekt dhe u largua pa folur më. Dhe Neshmia mbeti ullur në verandë me Zarfin në dorë, me trandafilët që lulëzonin përreth saj dhe me peshën në një vendimi që do ta ndiqte deri në fund. A mund të flasësh të vërtetën kur e vërteta mund të shkatërrojë atë që do? Në verën e 1987, në një mbledhje familjare të vogël në shtëpinë e motrës së saj në Gjakov, Neshmia solli Zarfin. Nuk e kishte hapur plotësisht që nga dita kur Maja ja kishte dhënë. E kishte mbajtur në një sirtar të kyçur, duke e hapur her pas here, duke lecuar nga pak, duke menduar për atë që mund të bënte me të. Por atë mbrëmje, kur familja u mblodh, burri, motra, kushrinjt, nipat, ajo e ncori Zarfin dhe e vendosi në tavolinë. "Dua që të dini diçka", tha ajo me zë që nuk dridhej më. "Dua që të dini se çfarë më kam bërë. Jo sepse dua mëshirë, por sepse nëse unë vdes nesër dhe askush nuk e di, atëherë historia do të shkruhet nga ata që më bën këtë, dhe unë nuk mund ta lejoj." Ajo u tregoi dokumentet, një nga një, pa komentar, pa shpjegim shtesë, vetëm illaçet e leconin, të shihnin, të kuptonin. Dhe ndërsa leconin, heshtja në dhomë u bë aq e dendur sa mezi merje do të frym. Kur përfunduan, motra e saj, grua e vogël, e thyer nga vitet e vuajtjet, por me shpirt që nuk ishte thyer kur, e shikoi Neshmien dhe tha: "Çfarë do të bësh tani?" Neshmia u përgjigj pa nguruar: "Do t'i mbroj, do t'i siguroj që këto dokumente të mbeten, dhe kur të vijë koha ku shteti të mos ketë më fucin mbi ne, do t'i nxjerr dhe do të tregoj gjithçka." Burri i saj, që kishte qëndruar në heshtje për gjatë gjithë mbrëmjes, foli për herë të parë. "Dhe nëse ata të gjejnë?" Neshmia e shikoi me sy që kishin në vete jo frikë, por qetësi të thellë. Lloji i qetësisë që vjen kur ke vendosur tashmë dhe nuk ka kthim mbrapa. "Atëherë do të kenë vrarë historinë", tha ajo. "Por historia tashmë është shkruar, është në duar të njerëzve që ju besoj, dhe edhe nëse mua më heqin, ajo do të mbetet." Dhe kështu dokumentet u shpërndan. Kopje u dhan tek njerëz të besuar, gazetar, aktivist, miqve që dinin si t'i fshehenin. Neshmia e di që ishte e rrezikshme, e dinte që çdo kopje mund të zbulohej, por e dinte edhe këtë: heshtja ishte më e rrezikshme se çdo kërcënim fizik. Dhe në vitin 1990, pas rënies së murit të Berlinit, dokumentet e Neshmies filluan të dalin në dritë. Jo në mënyrë spektakolare, jo në tituj të mbejnë të gazetave, por në revista të vogla, në botime alternative, në takime intelektuale ku njerëzit flisnin për atë që kishte ndodhur dhe për atë që po ndodhte. Dhe pak nga pak, historia filloi të ndryshonte, jo menjëherë, jo plotësisht, por filloi. Dhe kur Neshmia vdiq, në shkurt të vitit 2020, ajo e dinte që lufta e saj nuk ishte qenë e kotë. E dinte që zëri i saj, jo ai që kishte kënduar në skenë, por ai që kishte heshtuar me qëllim, kishte folur më fort se çdo notë muzikore. A mund të fitosh luftë edhe kur nuk jeton për ta parë fitoren? Sot, më shumë se 4 vjet pas vdekjes së Neshmies, në arkivat e Kosovës ruhen dokumente që ajo siguroi me kujdes të madh. Disa janë publikuar, disa ende priten për kohën e duhur. Por çdo dokument flet të njëjtën histori. Historia e gruas që u detyrua të zgjedhte mes dashurisë dhe lirisë dhe që zgjodhi të dyja, edhe pse çmimi ishte shkatërrimi i vetvetes. Familja e saj thotë që ajo nuk pendohej kurrë, as për koncertet që dha, as për heshtjen që zgjodhi, as për dokumentet që nxori. Ajo jetoi me besim që sa kohë të kesh zë, qoftë për të kënduar, qoftë për të folur, qoftë për të heshtuar, ke pushtet. Dhe ata që e njohën thonë që dita që ajo vdiq, qielli mbi Prishtinë u mbyll me re të zeza, dhe për 3 ditë ra shi pa pushim, sikur vetë natura po qante për gruan që kishte vënë gjithçka, ve që kur nuk ishte marrë asgjë në këmbim përveç dhimbjes. Por në varrin e saj, çdo vit, në ditën kur ajo lindi, vinë njerëz nga e gjithë Kosova, dhe jo vetëm nga Kosova, dhe lën lule. Dhe mes tyre her pas here vjen një grua e vjetër me fytysh të njohur për ata që e din historinë, Maja, ajo që solli Zarfin në vitet e fundit të Jugosllavisë, ve që ndihmoi që e vërteta të mos digjet. Ajo thotë që çdo herë që vjen, flet me Neshmien në heshtje. I thot për njerëzit që kanë lecuar historinë e saj, i thot për ata që kanë guxuar të flasin për shkak të saj,
dhe i thot, ju fituat. Jo sepse ata humbën, por sepse ju nuk u ndalët kurrë, as kur këndonit, as kur heshtnit, as kur treguat. Dhe kjo është mënyra se si historia përfundon, jo me triumf të madh, jo me shpëtim mrekullueshëm, por me njohjen e thellë që disa lufta fitohen vetëm duke refuzuar të humbesh edhe kur çdo ditë duket si humbje. Miqtë e mi, si e shihni ju Neshmije Pagarushen? A ishte ajo viktimë e sistemit që e shfrytëzoi, apo ishte luftëtare që përdori vetë sistemin për të mbrojtur ata që dashuronte? A mendoni që ajo duhej të fliste më herët, apo që heshtja e saj ishte forma më e fortë e rezistencës? Dhe sa prej nesh do të kishim forcën të bënim atë që bëri ajo, të sakrifikoj gjithçka për dikë tjetër, duke ditur që askush nuk do ta shikonte atë sakrificë? Shkruani mendimin tuaj në komentet më poshtë. Ne duam të dimë nëse historia e saj ju ka prekur, nëse ju ka mësuar diçka, ose nëse ju ka lënë me pyetje që ende kërkojnë përgjigje. Vendosni like nëse kjo histori ju preku thellë dhe abonohuni për më shumë histori të vërteta që nuk duhet të harrohen kurrë. Sepse Neshmija nuk këndoi vetëm për bukuri, ajo këndoi për mbijetesë. Dhe historia e saj është ajo që duhet të kujtojmë, jo si legjend, por si dëshmi e asaj që kushton dashuria kur dashuria bëhet armë.